pyetje nga një vëlla ku thot ku pyet për një pjesë të internetit që është një program ku quhet AI, ku thotë selam aleikum hoxh, kam një pyetje, a lejohet përdorimi i AI-s për të bërë video këshilluese apo davet? Kur AI mund të shtoj fjalë që personi nuk i ka thënë, ose të ndryshoj lëvizjet e gojës, syve dhe pamjeve në video. Gjithashtu disa i bëjnë këto video fjalë të dietarëve tonë që kanë vdekur dhe nuk janë në këtë jetë. Cili është gjykimi për këtë veprim, Allahu të ruajt? Nuk lejohet. Normalet nuk lejohet, nëse ka shtesa, nuk lejohet. Nëse ka për shkak se prej saksisë të amanetit është me thonë që ashtu që ka thonë ai. Dhe mos më lën kërkuna me një prej problemeve kryesore që kanë pas dietar të hadithit, përgon me hik fjalë që gjatë rrugës i kanë shtuar qoftë edhe dietar që kanë qenë gjatë shpjegimeve, por shpjegimet pastaj porzije me tekst ose e kanë thonë një fjalë pastaj nuk e përmend se kjo nuk është fjala hadithi pejgamberit sa po e tha sahabiu dhe për problemeve më të mëdha që kanë pas dietar të hadithit u kanë klasifikime që të me fjalëve. Edhe këta nëse ka që shton ndryshe asaj që ka thonë, qoftë edhe një fjalë nuk lejohet. Wallahu a'lam. Këshilla kush do të bëjë davet në rruga tjetër është e davetit.